Po, Mangesën. Po, zhduket që përndodhë në Vlorë. Pra te u zhdukën 16 persona dhe ndodhën disa vrasje që kishin lidhje me Antwerpën kryesisht. Ku është porti, pra ish kryeqyteti europian i diamanteve, që tashmë është kryeqyteti europian i kokainës. Dhe një nga gjërat që te intervistë gjende dhe YouTube është transmetuar, ku më ka pyetur kolegët belgë është pikërisht kjo gjë. U kam thënë në rast se autoritetet belge nuk bashkëpunojnë me autoritetet tona dhe nuk vinë të interesohen për këto ngjarje që po ndodhin këtu, shumë shpejt do vi dita që kufomat e grupeve shqiptare do t'i mblidhin nëpër rrugët e Brukselit. Të doli këtë Në fakt unë nuk po sepse ishin linjat, ishte një betejë që zhvilloi njëkohësisht në Belgjik dhe në Shqipëri. Pse në Belgjik? Se ishte porti i zbarkimit. Kushdo do të kishte akses aty. Po. Nëse s'ke akses aty, ti ke humbur aftësinë dhe fuqinë përballë rivalit. Dhe prandaj lufta niste atje dhe ne mblidhin kufom atu. Pastaj kur lufta u ashpërsua, filluam të kishim dëshmorë dhe kufo janë një seri të vrarësh, ne kemi parë atentate në mes Brukselit që në pedonalet Brukselit. Po. Pra rrugë që edhe ata habiteshin, dhe ne habiteshin që ku gjetë ne ky guxim që të veprojë haptazi në zona më të populluara pas një lloji droje dhe frike. Goditja dhe marrja nga Emiratet e Bashkuara, sepse ai ishte ekstraduar Franz Çopjes, u quajt sukses shumë i madh për autoritetet belge. Vetëm në vitin 2023, mos gaboj, po 2023, nga 10 maj, nga 20 maj, deri në datën 26 qershor, autoritetet belge pretendonin që një organizatë shqiptare, që sipas tyre njeriu që e kishte organizuar të gjithë lëvizje, ishte pikërisht Franz Çopja, mori 3 ngarkesa nga porti Anversës me një vlerë totale për 32 tonësh kokainë. Një sekond, këtë me ke thënë, po pas zbuluar emrin, e ke thënë të studie pra... Unë e kam thënë atëherë sapo e morën vesh se isha në Belgjik për të dëshmuar për një çështje për të Ma ke thënë që 32 tonë, por nuk me ke thënë emrin, ke thënë një grup. Pra kjo është 32 tonë. Belgjika dyshon që është Franz Çopja pasaj. Belgjika tashmë nuk dyshon, është e bindur që këtë punë e ka bërë Franz Çopja. Okej. Pra dhe ai në atë kohë gjendej në Shqipëri. Kohën kur ne kam publikuar në media këtu, që një organizatë shqiptare ka kaluar 3 rrugë në 30 tonë, pra një rrugë ishte 11 tonë e 300 kg, një rrugë ishte 10 tonë e 700 kg, rruga tjetër ishte 10 tonë mos gaboj e 200 kg, pra ti të kaloje për një kohë kaq të shkurtër, pra për gati për 5 javë, 32 tonë dhe ta nxirrja atë, përveç se ta merrni nga porti Anversës, ta nxirrja atë në drejtim të Gjermanisë, që është tregu më i madh dhe më i pasur, pra ti praktikisht kishe po vendosi çmimin në kontinent. Sasia ishte jashtëzakonshme. Dhe kjo bëri që ekspozimi ishte tmerrsisht i madh. Para se të ndodhte kjo gjë në 2023-shin, në 2019 dhe 2020-ën, Franz Çopja ishte akuzuar për një ngarkesë prej 16.8 tonësh të kaluar në portin e Hamburgut në Gjermani. Ngarkesa ishte kaq e madhe sa nuk e morën dot të gjithë sasinë e drogës dhe arkat me banane shkuan në market. Pra u zbuluan market, kaq e madhe ishte sasia. Dhe ky është rekordi, nuk kanë kapur një sasi më të madhe autoritetet gjermane. Pra porti kryesor i tyre që është Hamburgu, në atë port ata kishin futur 16.8 tonë, e cila vinte nga Brazili. Në rastin e Belgjikës, pra, futja një sasi e kaq më kujtoi oficerin e Bureaus Federale Belge, bisedën që kanë bërë me të, sepse ishte nga Liezhi, dhe i thoshte që janë këta të çmendur, thoshte, që po marrin vëmendjen e gjithë botës. Dhe kujtoi atëherë që kur personi që organizonte këtë gjë ishte në Shqipëri dhe ndodhi, ka qenë këtu. Vetë Franz Çopja në atë kohë, mëse kujtoi, nuk ka qenë në kërkim, po i vllai ka qenë në kërkim, ndodhi në Emiratet e Bashkuara, edhe pse tashmë kishte shpërthyer historia me Dumanin dhe ishte kuptuar që Dumani ishte pajtuar nga rivalët e Çopjave, pra nga Libeaj. Aha, Nuredini. Pikërisht, po pra. Kjo e zbuloi dhe kjo rriti drejt. Pra, kjo e ekspozoi, si them, në Shqipëri. I ekspozoi kaq shumë. Mbas vrasjes nga Libeaj, Tarzanit, pa mbas vrasjes së tij, për gati një vit ndodhën 9 vrasje të tjera në Republikën e Shqipërisë, brenda territorit, dhe kryesisht në aksin Elbasan, Peqin, Rogozhin, Durrës. Kjo ishte
Kjo është boshti i qendror. I vrasje do 9 vrasje dhe ranë sy për një fakt, edhe pse në atë kohë vëmendja ishte tek çelët edhe tek konflikti kishin çelët me çapjat, sepse ata ishin një konflikt të hapur tash më të pozicionuar shumë agresiv me njëri tjetrin, pa pritmazi ne pam një mënyrë të re. Makinat nuk digjeshin mbas atentatit, po zhdukeshin. Pra në ngjarjet ku ishin çelët dhe çapjat, makinat gjendeshin të djegura mbrapa. Në rastin konkret nuk po gjendeshin makinat. Kjo tërhoqi vëmendjen. Dhe pastaj doli që ishte një investitor që vepronte nga jashtë dhe kishte marrë një grup mercenarësh. Dhe imagjino, vetëm te 2 vëllezër Dumani. Dashmir Dumani ishte me çopjat, ndërkohë Nureddin Dumani ishte me Alibeaj. Pra kishte kaluar me krahun tjetër. Pra deri këtu kishte shkuar konflikt. Gjithsesi, nga kjo situatë, pra, nga qershori i 2023-shit, Franz Çopja ka qenë në Shqipëri, mos gaboj ka ikur në datën 15 shtator të atij viti. Deri në 15 shtator ka qenë këtu. Buça iku? Ka ikur me një avion charter nga aeroporti i Rinasit, ka ikur nga zona VIP, jo nuk ka qenë kërkim, ka ikur në drejtim të Emirateve Bashkuara dhe nuk është ulur as në Abu Dhabi, as në Dubai, që janë aeroporti kryesor, por në një nga Emiratet e vogla, në sultanatet e vogla që kanë kufi me Omanin, mos gaboj ka diku te 300.000 banor, ata kanë një aeroport të vogël, por ligjet që kanë ata janë ligje më favorizuese për ekstradimet se sa janë në to Venezia. Dhe prandaj nga 15 shtatori u kryen shumë shpejt procedurat. Ka shkuar disa herë ministri i drejtësisë i Belgjikës, prokurori federal i Belgjikës për ta marrë në kohë rekord, sepse dhe ata mendonin që mund të aktivizoheshin procedura nga Shqipëria apo nga vendet tjera të Bashkimit Evropian që t'ja u merrnin. Dhe ata e kërkonin me insistim Franz Çopjan. Pra, ai ishte ndaluar në 15 shtator dhe në 29 dhjetor, pra ka bërë vetëm 3 muaj e gjysmë, ai është ekstraduar dhe është shtetasi i parë ekstraduar nga Emiratet e Bashkuara për llogaritë të Mbretërisë së Belgjikës. U ekstradua gjetën një motiv të fortë, vrasjen e Arjan Spahiut, i cili si them ishte ai pse u vra? Truri apo bankomati, pra truri financiar apo bankomati i grupit rival të Alibeaj. Ishte njeriu që nga Belgjika